Shpesh na paraqit nevoja për të se jemi duke punuar të dalim për shembull të pim një kafe gjatë kohës pauzës. Dhe atëherë ne dëshirojmë ta ndalim kompjuterin ton. Atëherë ekzistojnë disa mundësi, shkojmë te start, turn off computer dhe i kemi tre mundësi: standby, turn off dhe restart. Restart e restarton kompjuterin, turn off e ndërpren, domethënë ndal kompjuterin komplet, ndërsa standby e le në gjendje standby, në gjendje gatishmërie, duke i pasivizuar disa funksione të kompjuterit dhe duke kursyer energji. Në qoftë se madje edhe më tepër dëshirojmë të kursejmë energji dhe ta vendosim në gjumë kompjuterin në gjendje sikur të jetë komplet i ndalur, atëherë na nevojitet butoni hibernate për hibernacion. Për të aktivizuar këtë buton, e marrim tastin shift të shtypur dhe ja praptash për na paraqitet butoni hibernate. Klikojmë këtu te hibernate. Dhe ja pas që kompjuteri është kthyer nga gjendja e gjumit, hibernimit, domethënë dokumentin që e lam të hapur e kemi në ekran.